zakonisht ju merrni vendime që shpëtojnë jetë, sot kam kënaqësinë që bashkë me ju të ndajmë disa mendime mbi vendimet strategjike që ndikojnë në stabilitetin e Kosovës, por jo vetëm. Kënaqësi ju takoj këtu në Prishtinë. Faleminderit, kënaqësi është në Kosovë. Është hera e dytë që e vizitoj, kënaqësi e madhe të jem në Prishtinë, të takoj kolegët e mi kosovar dhe nga diaspora që kanë ardhur për kongresin e mbar kombëtar të kirurgëve. Është kënaqësi gjithashtu të vizitoj Prishtinën që e kam në zemër. Me që vizitat tuaja në Prishtinë i keni të rralla, dua ta nis me pyetjen si është ndjesia juaj personale kur vini këtu. Më pëlqen mikpritja, më pëlqen dashuria e kosovarëve që kanë për Shqipërinë dhe shqiptarët, dhe unë vi me një dëshirë të madhe dhe një dashuri të madhe, sikur se vi në shtëpinë time. Tani dua të kalojmë tek temat e tjera. Së fundmi Shtetet e Bashkuara kanë pasur një retorik kritike ndaj qeverisë në detyrë këtu në Kosovë. A mendoni se ka rrezik të ndryshohet qëndrimi amerikan ndaj Kosovës? Syri kritik që është vënë re kohët e fundit është shqetësues për gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë Kosovës dhe në diasporë. Është shqetësues fakti sepse Amerika është një nga faktorët, do të thosha faktori kryesor që ka luajtur rolin më të madh në lindjen e këtij shteti dhe në mbrojtjen e këtij shteti të ri, të formimit të këtij shteti të ri. Nuk mendoj se do të ketë çarjet në atë pikë që, dhe nuk e uroj, që të ketë çarje të tilla ndërmjet politikës Kosovës dhe politikës amerikane. Mendoj që kritikat shërbejnë për përmirësimin dhe mbarvajtjen e vetë Kosovës dhe vetë rregullimin që i duhet bërë Kosovës. Mendoj që duhet gjetur një dialog dhe një gjuhë që t'i përshtatet në favor të Kosovës, por duke mos patur konflikte me diplomacinë amerikane, e cila ka qenë gjithmonë në favor të popullit kosovar, në favor të shqiptarëve, dhe është një nga aleatët e shqiptarëve, aleatët kryesor dhe më të fuqishëm sot të shqiptarëve dhe të Kosovës. Ndërmasa që u morën së fundi nga Shtetet e Bashkuara ishte pezullimi i planifikuar i dialogut strategjik me Kosovën. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ka një, siç e tha dhe ju, do ta quaja një kritik të ashpër ndaj politikës që është ndjekur në Kosovë dhe është një masë që në një farë mënyrë duhet të bëjë vetëdijshëm politikën e Kosovës për të bërë ndryshimet e duhura që të mos ketë krisje dhe çarje të thella në konfliktin me politikën amerikane. Çfarë ndodh një vendi apo një qeverie që nuk rreshtohet me Amerikën në interesat e saj? Sigurisht kjo është çështja më shqetësuese për Kosovën dhe për shqiptarët, sepse siç e thash, Amerika dhe politika amerikane ka qenë mbrojtëse, ka luajtur rolin kryesor në formimin e shtetit Kosovës, dhe një prishje apo një krisje në këtë marrëdhënie do të ishte e rrezikshme, sidomos për Kosovën, por edhe për shqiptarët, se cilët gjithashtu janë të gjithëpërfshirë në çështjen e Kosovës. Dhe mendoj që duhet marrë seriozisht nga politika kosovare, nga politika e Kosovës dhe nga ata që vendosin për këtë lloj marrëdhëniesh me Amerikën. Nëse i dalim kundër një politikë amerikane, këtij shteti të fuqishëm i cili ka qenë në favor të Kosovës dhe shqiptarëve, ne rrezikojmë vetveten.